Në lidhje me paraqitjen e mbetjeve plastike të ambalazhit në lumin Vardar dhe në rrjetat e tjera ujore, më të mëdha dhe më të vogla, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se shkaqet e këtij fenomeni janë rezultat i nivelit të pakënaqshëm të shërbimeve komunale nga operatorët, veçanërisht në zonat rurale. Në këto zona është evidente prania e deponive të vogla ose të mëdha ilegale në sipërfaqe publike për pastrimin dhe kontrollin e të cilave janë përgjegjëse njësitë e veçeverisjes lokale dhe shërbimet inspektuese komunale. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror për Mjedis Jetësor në mënyrë të vazhdueshme theksojnë nevojën për ndjekje të vazhdueshme të gjendjes me menaxhimin e mbetjeve dhe për forcimin e pranisë së inspektorëve komunal në terren. Aktualisht Inspektorati Shtetëror për Mjedis Jetësor është në fazën e përgatitjes së ndryshimeve të ligjit për mbikëqyrje inspektuese në fushën e mjedisit jetësor me qëllim krijimin e një sistemi unik të mbikëqyrjes inspektuese që do të mundsoj kontroll më efikas dhe më efektiv në këtë fushë. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor u bën apel njësive të veçeverisjes lokale, ndërmarrjeve komunale dhe qytetarëve për përgjegjësi dhe veprim të përbashkët në drejtim të ruajtjes së pastërtisë së lumeve dhe rrjedhave ujore.